Kam një plagë në zemër, Vedia. Plagë në zemër. Gjakdere jo me fjalët që personet thonë, por me heshtjen e tij. Me heshtje. Adnan, nëse ndihesh më mirë, ngrihu. Mos e bëj gruan të pres. Sen o yolları gördün, yerine bir şeyler aramadım ama buldum yeni bir güne. Sığamadım ama sordum beni yeniden. O verir misin Tanrım? Adnan? Adnan? A je mirë, çfarë ndodhi? Adnan, ku ke qenë? Të kam marrë shumë herë në telefon, nuk je përgjigjur thirrjeve të mia. Prit. Më lër të shkoj. Adnan, prit. Adnan, prit. Oh, Adnan. Oh, Adnan. Ti më premtove mua. Dhe si ta lë? Nuk e di. Unë do t'i kem shumë frikë, por u bëre fort prej frikës. Unë u bëra kryese rregullave, sepse ato i thyen ato. Unë nuk kisha frikë pranë teje. Nëse nuk ishe ti, unë as fëmijët nuk do t'i kisha. Kuptoje? Kur isha fëmijë, dija të thyja rregullat, por ti nuk din si ta lësh. Nuk din. Jo, unë nuk të lë vetëm. Nuk të lë. Edhe ti mua. Mos ma lërja se kum bash. Ayşe, Ayşe. O Zot, çfarë do të bëj unë? E dashura ime.
Gjalo, si mund të ta marrësh pa më pyetur mua? Merr leje si njeri, kupton ti se çfarë duhet të bësh? Nuk thash bri ose diçka tjetër. Thjesht vajzën që e dua nuk më priti. Ajo u martua. E pse duhet një grua të pres një burr nga burgu? A do të flej duke e përqafuar fotografinë tënde të frikshme? A di çfarë do të bësh? Shkruaje emrin e kësaj gruaje në pëllëm të dorës, një herë lexoje dhe lëpije dorën. Dhe pastaj do të vish në vete, derisa të dalish nga burgu. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi zonjë. Dilni jashtë ju. Ju dilni nga kuzhina? Ne do bisedojmë pak me zonjën Nuse sot. Zonja Aisha, nuk është e lehtë të jesh nuse e antakes. Ne duam një nuse të zgjuar dhe me marifet që të na shërbej. Eja, vendos një tryezë të mirë dhe ne do të shohim marifetin dhe zgjuarsinë tënde. Në rregull atëherë, kërkoj që të gjithë dilni nga kuzhina. Dilni ju. Punë të mbarë, zonja Aisha. Faleminderit shumë. Ke vendosur kravat? Unë mendoj se kjo është më e përshtatshme për këtë këmish. Të gjitha gjërat u dogjen. Më vjen shumë keq. Edhe atë në ditën e vdekjes së babait të tij. Nuk mund të ndaloj se menduarin e saj shkaktoi këtë zjarr me qëllim. Asgjë nuk I ka ndodhur atij. Kjo është ajo më e rëndësishmja. Do flas gjithmonë se ky fëmijë ka diçka të errët. Ai që dogji vendin e tij të gjumit, një fabrikë të Ti madhe. ende nuk mund t'i besosh Yamanit dhe nuk komunikon me ata. Unë I besoj pafund Yamanit. Adnan! Unë do ta them sepse Sinani nuk është këtu. Djali është shumë I zgjuar në punën e menaxhimit. Merreni me caktimin e pozicioneve në fillim të takimit. Le të mos mërzitet, por ndryshe puna juaj do të zgjas me orë të tëra. Ju bëft mirë. Të lumshin duart. Faleminderit. Të lumshin duart. Faleminderit shumë. Mirëmëngjesi nënë e dashur. Nën mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, gjyshe. Mirëmëngjesi. Nusja e re, për fat të keq, dështoi që në mësimin e parë. Zonja Aisha, pre kur ka ardhur këtu, a na ke parë të ham këto gjëra? Jo, s'ju kam parë. Për këtë I përgatita këto unë, zonja Azade. Doja që të ndryshoja diçka. Ti sigurisht ke menduar mirë, por ndryshime që ke bërë në kuzhinën tonë duhen të jenë të shijshme dhe të shëndetshme. Të lumshin duart bi. Ti përgatiti gjithçka shumë bukur. Unë dua bukë me vete që ke bërë, nuk kam ngrënë për shumë kohë të gjatë. Nëna ime e ndjerë e gatuan të atë shumë të shijshme. Adnan, nëse gatimin e nësë tënde do ishte I mirë, atëherë nuk do vuaja nga kolesterolit. Për më tepër, ferit e uren ushqimin e tillë të yndyrshëm. Zonja Aisha, nëse tregon respekt për shtëpinë që po viziton si mysafire, do t'jetë mirë.
Unë nuk jam mysafire në këtë shtëpi, zonja Azade. Unë jam gruaja e djalit tuaj. Prandaj, nëse më tregoni respekt, do t'jetë shumë mirë. Ajten, merri këto pjata lartë dhe sillni përsëri ato që ne përdorim. Kezban, edhe ti hiqe. Dhe sill diçka të mirë që të ham për mëngjes. Zonja Kezban, prisni një minutë, mos e hiqni ato. Do t'ua jap macave të rrugës. Ndoshta ato do të më falenderojnë, apo jo? Motër Kezban, unë do ta marr këtë. Unë gjithashtu e dëshiroj këtë dhe kushdo që dëshiron le të marrë dhe le të hajë. Mund të marrë edhe një, të lutem. Patjetër, po, urdhroni. Do ta marrë këtë. Faleminderit bi. Mjaft më. Ndaloni këtë. Çfarë të thash Kezban? Hiqje tani me një herë. I bëth mirë. Përsëri të lumë shënduar bi. Unë përshkoj në zirë, jo më së vënonoj, në rregull. Të bëft mirë. Faleminderit nën, të bëftë mirë. Merre këtë pjatë. A kjo buke ka erën shumë të shishme me të vërtet. Nën, për ta ngrërë këtë para stomaku duhet të kesh zemër. Nke. Të uritur mbetën. Unë tashme i kam gjitha ato gjëra mbi kokë, të duroj edhe vjerën time këtu. Vajzë ti e Ajshe? E janë vete? Mos ja vërveshin shumë? Thuaj po! Sigur t'jem nuse e vërtet e kësaj shtëpie. Pas ke filluar të flasësh edhe me veten? Po. Sidoqoftë të shkon mirë me nënën time, po? Dhe të përgëzoj për këtë. Përveç kësaj të jam mirënjohëse, dije për këtë. Buka me ves ishte e shishmë, të lumshinduar. E pra, faleminderit. Nëna jote nuk duhet të më bënte kaq presion. Si duket këmisha ime? Kam fjalën për ngjyrën. Bukur. Më pëlqen kjo ngjyrë. Ke bërë zgjedhjen e mirë. Faleminderit. Edhe unë do të bëhem gati. Sipas meje, sipas mendimit tim kjo të shkon shumë mirë. Le të vishemi dhe të bëhemi gati. Derisa nëna të bëjë një lëvizje tjetër, unë do të grabis nga shtëpia. Për bez do t'ishte shumë mirë. Me të vërtet dua të bëj një shëtitje me gjithë zemrën time dhe të humbas në rrugët e Antakis. Jo dhe aq. Jo. S'ke për të humbur. Unë nuk dua të humbas derisa të skadoj kontrata jonë. Pra ato para nuk shkojnë dëm, apo jo? Hajde bëju gati, unë po të pres. Ajshe? Ti nuk e pudh burrin tënd? Të pash? Duhet të flasim, për ky nuk është vendi i dur. Nuk ka asgjë për të folur. Unë u takova sot me mikën tënde. Me Sedan. Biseduam pak. Pse kemi ardhur këtu? As mund të bisedonim diku tjetër? Shiko, nuk e di se çfarë të tha Seda, por qëndro larg jetës son, të lutem. Edhe ashtu një person nuk duhet qëndroj aq shumë në një vend të padëshiruar. Ajshe, martesa juaj është një vendim i gabuar. Kjo është një gjë vetëm për të malenduar shpirtin mua. Nëse është ashtu, pse je kaq e sigurt për këtë? Atëherë përgjigju. Çfarë i ke bërë Feritit? Pse është kaq i zemruar me ty ai?
Ai ishte dëshmitari një momenti të keq. Ai pa dikë që më puthte me forcë mua. Dhe ai mendoi se po e tradhtoja. Unë i thash se ishte pa dëshirën time. Unë rezistova, por ai nuk e beson atë. Dhe për shkak të zemrimit të tij, të solli ty në dashmën tonë. Mos më bëj për të qesh, Hande. Një grua si ti si mund të futet në një gjendje të tillë? Nëse do ishte një situatë e vështira, nuk do të ndihmonte Friti ty? Do të bjen. Një grua si unë mund të futet në këtë situatë. Përveç kësaj nuk mund ta parashikosh reagimin e një burri që vuan, i cili është xheloz për gruan e tij në këtë moment. Vendos veten në vendin tim. A nuk do të shkonte një grua tek ai që dashuron? Pse unë vrapoj pas Feritit kaq shumë? Si mendon? Këtë nuk e di. Përgjigju ti për këtë. A është për shkak të zemrimit apo të keqardhjes? Feriti është duke ngatruar shumë punë për shkak të lojës tuaj pa kuptim. Vrapo dhe shpëtoje veten nga kjo. Mos e përfshi veten në këtë lojë ma. U bëre viktime një lloj pendese dhe xhelozie. Unë nuk jam viktim. Unë mora një vendim dhe u martova me Feritin. Dhe ti mos vuaj më për peshkun që ke humbur. Lumturia nuk mund të ndërtohet mbi fatkeqësinë e dikujt tjetër, Aisha. A ja që verbër sa nuk mund ta shohësh se sa shumë është Feriti i dashuruar në mua? Unë e njoh fytyrën e tij përmendsh, gëzimin e tij, zemrimin e tij, ankthin e tij. Kur drita është në sytë e tij, unë e njoh atë shumë mirë. Sepse kjo është një dashuri e vërtetë. Dashuria jonë. A nuk e kupton, Aisha? A nuk je as pak krenari femrore? A e di se çfarë është dashuria e vërtet? I në gjendje të refuzosh. Mësohu të merresh me dhimbjen. Andaj mos i harxho fjalët e tua kot më, Hande. Në rregull. Le të jetë ashtu. Madje mos u shqetëso, sigurisht që nuk e kam takuar shoqen tënde. Unë tani jam duke shkuar në punën time. Ti qëndro këtu dhe mendohu mirë për ato që ti thash. Dashuria ose të shkosh deri në fund të saj, të luftosh për të. Në rregull, e kuptova që më humbi autobusi, po pyes kur do të jetë tjetri? Në rregull, prit të kontrolloj një herë zonjë. Më e afërta është vetëm nesër. Ju lutem, mund të kontrolloni mirë? Shiko zonjë, por për fat të keq që më e hershmja do të jetë vetëm nesër. Nesër? Po. Jo tani. E jeni merrni një aeroplan? Çfarë ka këtu? Unë jam Hande. Dhe ju ndoshta jeni Seda. A jeni shoqja e Aishës? Unë nuk jam shoqja askujt. Kam ardhur për vëllain tim dhe po largohem tani. Prit një minutë. Ky vëllai çka e ka Aishën? Hajde, i ka unë tani, mos më mbaj më. Prit. Unë do të të dërgoj me aeroplan. Nuk ka vende në aeroplan. Çfarë do thuash, nuk ka vende? Ju konsideroheni mysafiri im, më jepni dokumentet tuaja dhe unë do të vendos me njëherë. Alo. Ç'lidhje ka ky vëllai i Sedës me Aishën? Zbulo tani me njëherë. Nuk ka më shumë kohë. Më falni për vonesën. Mirë pra atëherë, pasi erdhi zonja Hande, mund të filloj me mbledhjen. Më e rëndësishmja është që ne sot do të zgjedhim menaxherin e kompanisë tonë të re. Sinan, a mund të ngrihesh në këmbë, të lutem? Patjetër. Mund ta pranoni? Tani dua t'ju prezantoj me një kandidat tjetër. Eja Jaman. Unë fola me të dhe e binda. Kandidati ynë tjetër për postin e menaxherit është zotri Jamani. Tani, nëse nuk ju shqetëson, mund të fillojmë të votojmë.
Kush është në favor që zotri Sinani të bëhet menaxher? Kush është në favor që zotri Amani të bëhet menaxher? Zotri Sinani dhe zotri Amani morën nga 3 vota secili. Ferit Bir e kuptoi që je në një pozitë të vështirë. Supozoj se keni zgjedhur abstenimin. Jo, baba. Unë nuk kam abstenuar. Vota ime e shkon për zotri Amanin. Uroj çdo sukses në pozicionin e tij të ri. Atëherë, urime. Yaman. Urime djalë. Faleminderit. Urime. Urime. Zoti Ferit, më falni, dolet me njëherë, nuk ju pash kur u larguat. Unë kam rezervuar një hotel për programin Iskenderun. Kisha për t'ju dhënë rezultatet e programit të nesërm. Në rregull, zotri. Më jepni këto rezultate? Sekretareshat paguhen për të kryer me njëherë detyrën e tyre kur ju kërkohet. Ful jam. Më vjen keq, zonja Hande. Pa lejen e zotit Ferit? Pra kështu është një person kur respekton punën e tij, punë të mbar. Vëlla, do të largohesh pa më dëgjuar. Çfarë do të më shpjegosh tani? Çfarë do të më thuash? Ti do të thuash pavarësisht nga fakti që kemi lindur nga e njëjta nën, Jamani është më i vlefshëm për mua, apo jo? Çfarë do të më shpjegosh? Vëlla, të lutem mos e bëj këtë. Nuk është çështje vlere. Çfarë na qen ka atëherë? Çfarë, A është ai brenda vëlla yt apo unë jam? Ti e di sa kohë kam ndërruar të jem menaxher. Turp është Ferit. Betohem se është turp. E di, vëlla, e di. Por kam qenë i detyruar. Se u detyrove ta bësh atë? Se u detyrove, a mund të ma thuash? Të lutem më fal, vëlla. Për momentin, nuk mund të ta shpjegoj se pse e kam bërë këtë. Nuk mund të më shpjegosh? Unë si do t'i shpjegoj gruas dhe vajzës time? Çfarë ti the mygës kur të mësoj se ai që e tradhtoi babain e saj është xhaxhai i saj? Ma thuaj, më jep një këshill tani, hajde. Vëlla, çfarë tradhtie po thua, vëlla? Si mund të jetë kjo tradhti? Ti je mbi të gjitha për mua. Kjo nuk është çështje e xhaxhait, vëllait, të tradhtis. Pse nuk e kupton këtë? Unë jam burri një gruaje me shpresa të shkatruara dhe babai i një vajze. Ti pse nuk e kupton këtë? Faleminderit, vëlla. Të kesh shëndet, vëlla. Mos bëj kështu, vëlla. Çfarë ndodhi? Ti nuk e luajtur me rregullat brenda. Çfarë synimesh po ndjek? Hero. Arti.
Mare ti, më dëgjosh këtu? Doje forcë, dëshiroj respekt, doje para, ja një mundësi. Tani shko të blesh çfarë do dashurie dhe misie që dëshiron? Pikërisht me ato para të qelbëra nëse të ndihmoj. Furtun? Si e bukurosh, je mirë? A je mirë ti? Shikoj këtë, ty ta solla. Tani po e kuptojmë se Feriti vazhdimisht vrapon drejt teje. Sepse ti i sjell qetësinë atij. A nuk është kështu? Por unë tash më kam frikë nga qetësia, Furtun. Sa herë që ndihem mirë, më ndodh diçka e keqe. Ndihem shumë e mërzitur, Furtun. Por me ty ndihem shumë më mirë. Prandaj unë të dua shumë ty. Eja, pak të unë, eja këtu. Mere dhe këtë është e jotja dhe kjo. Eja, të lumë të eja. Unë e një fytyrën e ti përmendsh. E një gozimin, zemrimin, shqetësimin, shkëlqimin e syve, trishtimin, sepse kjo është dashuria e vërtet. Dashuria jonë. Miru pafshim. Kulmi një shtëpi e ndërtuar në fatkeqësinë e dikujt tjetër do të shembët, Aisha. Aja që verbër sa nuk mund të shohësh që Feriti është i dashuruar me mua? Feriti po të përdor ty në lojën e tij, budallaqe. Vrapo dhe shpëto veten. Mos u përfshimo në këtë lojë. Mos u bë viktime zemrimit e xhelozisë. Dashuria ime për Handen, për pafundësi. Aisha? Puna e mbar? E pse shqetësohesh ti, do ta bënte Ajteni? Apo Azade Sultanesha të tha për të bërë hekurosin këtë herë? Askush s'më urdhëroi për asgjë, thjesht u mërzita. E çfarë të bën të mërzitesh përsëri? Çfarë ka ndodhur? E kuptova. Ti je mërzitur që bëryi do të del jashtë qytetit? Rruga do zgjas një orë, do shkoj shpejt dhe do të kthehem. A ka nevojë për një shfaqje nëse askush nuk është këtu? A ka nevojë për hekurosje nëse askush nuk është këtu? Thjesht doja të ndihmoja, kaq. Përveç kësaj jeta ime nuk përbëhet nga një rol. Unë jam e bërë prej mishit dhe kockave. Kam një shpirt. Sa bukur. E mi në rregull, mos u zemro. Eja të zbresim për të ngrënë. Ti zbrit. Unë do të vi pas pak.
Po zbres, dhe të pres. Zbrit?